Po hikim, vendosim këtë gjërë tek makina. Nana po na hap deren. Bea do futesh, jo prit se ka vap. Shikoni outfitin e Beatrices. O Zara. Këtë deodorantin ta vendosim aty. Rani ja. Sto ju este qui. Ku? No, vemo me disa aty Bea mest. No, ma tu hai mentita, io fresco, freddo. Mirëmëngjesi. Atëherë ju kemi filmuar pak në shtëpi sepse unë kam regjistruar një Get Ready With Me në TikTok edhe po nuk më ndjekni, ju lej emrin këto edhe link poshtë tek infoboxi. Edhe ishim edhe pak vonë. Po. Pak si gjithmonë. Tani do shkojmë tek hoteli. Edhe do bëjmë intervistën sepse do jetë me regjistrim, nuk do jetë live më duket. Edhe jemi veshur me këtë këmishën tek Zara, parachute of Zara gjithmonë. Edhe u kemi luar pak, na ka mbaruar rimeli, edhe i kemi vendosur shumë keqe. Por nese nuk mund të bëjmë në mënyrë të ndryshme sepse s'kemi kohë për të blejt rimelin, edhe sepse është ora 10:07 minuta, neve do ishim aty në orën 10. Do tani si nga krydar, pastaj do vina të kamera jo. 2, 3. Përshëndetje të gjithëve. 1, 2, 3. Çuna. Unë kisha dhënë ndërkohë. 1, 2, 3. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stezi, me Eleni, bashkë kemi Stezi Eleni Zylfo. Atëherë, tani do ju japim 5 këshilla për të bërë YouTuber si ne. Atëherë, këshilli parë. I dim, po gabova. 1, 2, 3. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stezi, me Eleni, bashkë kemi Stezi Eleni Zylfo. Atëherë, Një moment. Jeni çuna. 1, 2, 3. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Stezi, me Eleni, bashkë kemi Stezi Eleni Zylfo. Atëherë, keni ripin? Me hongër kështu pasta ka brioche? Brioche, po. Brioche ka dhe ëmbëlsira, është një menu më ëmbëlsira, që është late breakfast, nëse dojë ta shikoni kjo si Po, është? Ne do shkojmë këtu tek Ina tek piramida, por unë dhe Leni duam të bëjmë një kërkesë e kur vim këtu në Shqipëri duam të bëjmë shoqëri, duam të bëjmë një grup me shok, shoqe, po duam që janë me edukat, proprio si jemi unë dhe Leni. Edhe kjo ishte kërkesa parë. Pastaj gjëra tjetër ishte një atëherë kemi bërë mëngjesin tek Ronja Hotel. Rogna. Roba jo. Atëherë sa kemi shpenzuar për 3 pasta, 3 bravo pjeshke, 1 ujë dhe 2 frappe. On menova 30 euro, 35 euro. Shkoj aty 56.000 lek. Ka gabu kjo që ka menu se kina hor drejt, se no nuk shpjegohet do që no 56.000 lek për drejt, për ata, për mëngjesin. Imagjinoni bëshëm aty drekën. Beatrice ka pyet, du pasta. Shqyr që ishte mëngjes. Shqyr që nga tha, jo, a shumë shpejt. Në që salvat. Do në gjitë një shkallët. Më dhe që shkallë. Elen. Las vatë, shikoni. Po ti është si për pra? Po, si për. Ma shumë? Hajde. Të tresësh e të pastën që hongërëm. Po është. Atje? Këto gjeshte lekë. Po mrena është, mrena e? Po, mrena, po ka hyet mrena? Ka futesh mrena, moj? Ama, po ku futesh brenda këtu? Ku
futesh? Ku futesh be? E gjetëm. Banas të bën mirë, të bëf të mirë. Hajde. I kafe? Ne po bëjmë akoma llogaritë e pastave. Sepse Steci ti ka hik truri 60 euro, 3 pasta, 2 kafe, 2 suko. Ka paguaj Steci, Ka paguaj Steci me lekë të YouTube-it. Okej. E po zoti mirë. Amin inshallah. E bëjë djerë së lene. Atëherë tani jemi në Tiranë, shkojmë të Klebonit të hajmë drekën sepse kemi shumë kohë, vajt ora 2 dhe do me thonë që do hajmë drekë edhe pastaj do hikim në shtëpi me marrë valigjë me valigjet. Çantët e krau, ti përgatisi, Sara. Hello guys, atëre, unë e di që juve tani po shikoni një video tjetër, por doja t'ju tregoj këtë momentin sepse mami po bën botoxin, edhe doja t'ju marrim me vete, domethënë. Është bërë botoxi tek klinika Kate sigurisht, sepse ne nuk shkojmë te klinikat e tjera. Kjo është klinika jonë e preferuar, juve dini, këto kemi bërë ndërhyrjen e babit për traplantin e flokëve, edhe babi ndihet më vërtet shumë. Edhe na mungon të më vërtet shumë krejt stafi, krejt ambienti, po ngjyra Leila, sepse e dini Kate është fiksuar me ngjyrë Leila. Na mungon të më vërtet shumë krejt ambienti, edhe ne jemi veshur me rozë, por s'ka gjë. Tani do hyjmë brenda edhe do shikoj mami çfarë reagimi do ketë tek botoxi. Do ketë frikë? Nuk e di, pastaj është herë e parë sepse ka pas bë PRP, më duket një gjë të tillë. Po, atëherë shkojmë brenda dhe shikojmë po do ketë frikë apo di disa gjëra të tjera. Përshëndetje. Përshëndetje. Ciao mami. Ciao Mar. Atëherë fillimisht kemi vendosur tek të gjitha zonat ku do bëhet trajtimi kremin anestetik në mënyrë që të ndiejë sa më pak procedurën. Kemi vendosur krem anestetik tek zona e mollzave, tek zona e sulkusave, tek buzët edhe tek zona e rrafëve të syve, sepse do punojmë të gjitha. Do bëjmë pak edhe buzët sot. Ha mami, si je? Ke prik pak? Jo, jam sun tani. Pra ti jem. Është shumë e dimshëm se i trajtamenti. PRP ka pas bë. Ja, deri diku më pak i dimshëm, po me kremin nuk do ta ndjesh, okay? E shikoj, atëherë që do punojmë shpejt edhe Okej. në mënyrë të qetë që mos të ndjesh shërbimi. Çfarë trajtimi do bëjmë sot më? Atëherë, sot kemi vendosur që të bëjmë trajtimin e lolës, pra injektimin e acidit hialuranik në disa pika strategjike të fytyrës, pra në 7 pika praktikisht në secilën anë, 4 pika të zona e mollzave, të zona e sulkuseve, të linjat e marionetës, në secilën anë të fytyrës, dhe këto do të japin një pamje më të freskët, pra do të jetë fytyra më e tërhequr, më vitale. Ndërsa poshtë syve do bëjmë mezoterapinë e syve, do ikim pak të rrafët e zi, kjo ngjyra e zi. Si kjo më intereson shumë. Tek buzët do rregullojmë çik simetrinë dhe do i japim pak volum dhe pak kontur, por sigurisht asgjë e egzageruar. Pra në tërësi pamja do jetë më e freskët, por jo e egzageruar. Okej. Diçka e përmirësuar. Natyral, po që do duket pak se. Po, patjetër që do duket. Çfarë do jetë këtu edhe mos duket. S'do më thon pastaj ke bërë buzët. Kam bërë, jam krejt kështu e gëzuar se no, apo jo. Patjetër që do duket sigurisht. Verde? Vecino, manda invece. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vent. Si po shkoj mami? Më s'pendi fare. Me çfarë keni filluar? Rrafit të syrit. Shikon, se tani duket më i shplot. Në vërtet? Duket gjatë diferenca? Pak po. Nisë këtu është mbushur dhe këtu jo. Jetë pak e pas qyrën. Përëzojmë këtë anë me këtë anë dhe t'japim pak kontur. Edhe këtu ta përqendrojmë më tepër në mes, se sa këtu anër, se ti ke volum. Domethënë, ngjyrësia e gojës mund ta përballojë edhe shtimin e një volumi. Okej? Kështu që këtu të japim pak volum në mes dhe të dyja këndeve të buzës pak, okej? Okej, vetëm mos ndalim shumë. Jo, nuk dalim shumë. Okej. Uli tani pas qyra. Luan. Se kena prit më të mirë. Mami ktheu pak. Më pëlqen shumë. Mama më çan ndryshime ke bërë. Për para videos që qenë tipo kështu tani je wow, glow up në 10 minuta. Po doni një jam glow me up. pak shumë ajtër sepse sa do nuk është. Vabbè, che bocrita ta gjithë bona. Edhe pse nuk demi, po janë gjithë. Jam e ejtër, pra do them që nesër të qetësohem, do jem super. Do kaloj çdo gjë. Por super e bukur. Rezultatin pëlqen shumë. U ke bërë si ne tani? Si ju, është bërë më nasirë, po. Infatti, u ke bërë më mirë. Jo, po më mirë të mbaq. Ju jeni. Edhe me Lenin do vim këtu kur do rritemi. Po. Wow. Eleni, po, mama, Eleni. Eleni do bëjë. Gjoksin. Qa do bëjë Eleni këtu? Mbaruar për tonë? Po, kam dalë nësë jam bukur. Mbaruam punë. Tani të ketë mbaruam edhe neve ju lejmë tek video tjetër, tek video tjetër, do me thonë, vazhdoni të shikoni video. Si me lo compravo domani. Perché? Però baby, questo te lo do domani. Ah no? Te da pane? È intelligente nostra mamma, ti avlì per togliere nessuno. Sì, come fa? Dai, che bello! Però io non lo voglio aprire domani. Apri adesso. Però Bea, dhe Nesër të bësh festën, a? Dami il ditino këtu, hajde pak këtu. Po nuk e bëne, pastaj do e shesim tek patumi ose do e japim glende. Promesso? Sì. C'è un'altra? Aspetta. Io chiudo adesso. Bye bye. Bye bye. Atëherë kemi bërë gati krejt gjërat edhe tani, po dalim nga shtëpia sepse në orën 8 kemi avionin. Sa është ora? Tregoj pak. 6:02 minuta. Ele, ma tu ka prish prap? Ah, ke ftyrën. Mendon se ju kishte prapë prish. Hajde mamë, së mërzit. Maqnetja. Martini mia. Papà, Valentine mia. Posso rimandare la fam? Papà. Okej. Beatrice është ullë këtu. Është ora 6:33. Babi shkoi Le makina. që kishim me qera, edhe përpara mami Beatrice që babi tha Bea, do ju çojmë këtu atje ju vete këtë parti, pastaj rrugën do e bëj vetëm ko. Bea tha, ti stanchi sempre. Amor. No, vabbè.
një gjysore. Do arrim në Itali edhe në Itali kemi afër qytetit tanë, domethënë kemi një feste super e bukur edhe do jetë një këngëtar shumë i famshëm këtu në Itali. Edhe atje në Itali dhe shumë edhe në festetin kemi shumë dëshirë të shkoj. Sepse atë do të thënë atje në Itali njepim pak krejt njerëz domethënë dhe na kanë pyetur po kishim shqip të shkoqim në vetë date domethënë. Keni do takojmë këngëtarin, do argëtojmë edhe vetëm ne mund të takojmë sepse krejt tjerë nuk mund bëjnë as foto, as me tatu, as gjë. Ndërsa me Leni kemi këtë privilegje domethënë që duam ta shfrytëzojmë. Edhe kemi shumë dëshirë të me shkuar, më besoj që do të më thotë po. Do arrim në Itali nga ora 10:30 edhe nga ora 11 do jemi aty. Por s'ka qenë sepse ai do vinë nga ora mes natës. Edhe më vonë. Edhe shpresojmë që do ikim pastaj do ju jemi disa update edhe do ju themi për shpresojmë. Unë jam të shkuar në Itali me një smile të re. Me qa? Smile. You smile. If you don't like to smile. Çfarë do bëj? You go to the Grand Dental Hospital. The best clinic ever. I love it. Hi guys! Atëre, këto janë disa dita mbrapa. Neve mbytjen e video se kishim bërë, por dua të bëjmë përsëri sepse duam të themi një gjë. Atëre, na kam mbytur krejt profilat në Instagram, domethënë Toni bashkë, Stacy, Timi, krejt profilat, our main domethënë, na e kam bllokuar tani. On shpresoj që një nga ju që tani po shikon këtë video në këtë momente mund të na animoj, mund të na nuk di, mund bëj diçka, ju lutem, po mund bëjni diçka, po njefni dikush që mund të na zhbllokoj këto profile, sepse unë di që profilat mund t'i zhbllokojmë, nuk janë humbur për çdo herë, por mund t'i një mënyrë do jetë një mënyrë, sepse nuk është domethënë nuk është, si thuhet, possibile, nuk është possible që këto profilet janë mbyllur për gjithmonë, sepse janë vite që neve punojmë me këto profile, domethënë më shumë se 5 vite tek profili im edhe motrës, ku me vërtet u kemi me vërtet lodhur shumë për ato 63.000 follower atë profilin për të arritur deri në ato pikë, dhe ju lutem na ndihmoni sepse nuk dim çfarë më bëon. Tani e di që shumë nga njerëzit janë, si më thonë, janë gëzuar që krejt profilet na u kanë mbyllur, por neve mënyrë do e gjejmë mënyrën, sepse nuk dua që të çedhe, sepse mu bërë përsëri nga fillimi. Duhet shumë kohë, edhe sa gjëra kishim aty, domethënë shumë foto, shumë video, story, kujtime me familjen, me juve. Jo, neve ata profilin e duam. Atëre, profilin tim vetja dhe ata e Lenit nuk na intereson shumë. Nese, s'ka gjë. Por ju lutem na ndihmoni me profilin ton bashkë, që kishim unë edhe motra bashkë. Na shkruani këtu në komente, ose tek profili mamit, ju lej linkun poshtë tek infoboxi, ose tek profili Beatrices, ose tek profili babit. Na shkruani, por na ndihmoni, ju lutem na ndihmoni sepse s'dim çfarë më bë. Edhe asgjë. Këtë klip e kam bërë përsëri sepse doja t'ju them këtë gjë këtu. Edhe na ndihmoni, që s'di çfarë më thon. Kush do të na ndihmoj, do ju bëjmë një turatë, do ju dhurojmë diçka, do të kalojmë një ditë së bashku. Vetëm na ndihmoni. Edhe asgjë, neve ju puthim, edhe tanive ju që po shikoni këtë video, ndoja t'ju them që në orën 6 do dali intervista jonë. Shikoni sepse do jetë një super intervistë. Edhe asgjë, neve ju puthim, ju duam shumë, faleminderit për çdo gjë, për mbështetjen, për krejt dashurinë që juve na jepni çdo ditë. Ju duam shumë. Motra Zyrfo ju puthim. Ju lutem na ndihmoni me Instagramin. Bye.